Ty t'intereson ajo vajzë, sa intereson asaj vajzë e ti. Kjo është loja Big Brother, okej? Nuk je ti argumentave, Mateo, je shumë i dobët. Mateo, je shumë i dobët. Je shumë i dobët. Je shumë i dobët. Je shumë i dobët. Për qa ke ardhur për pushime? Për qa ke ardhur? Nëse ke ardhur për pushime t'ja një tashë mos a din vendin e finalit, se ka njërës të tjerë plotku. Nëse ke ardhur për puqi, e lagu se lagu, më deshte se deshte, puta se puta, mos ja di vendin e finalit dikuj që ndoshta e do më shumë të program. Okej, tashti loja ka hyrë në një fazë krejt tjetër, pra jemi pothuajse një muaj nga fundi dhe normalisht si tush situatat agravohen, fillojnë ndahen, fillojnë veçohen, fillojnë lufta drejt finales. Mirë po, në këtë dialog, në këtë, po them, debat mes Mateos dhe Selin, vëm re dy gjëra, vëm re një lloj qartësie për mendimin tim, gjithmonë mendimi im, një lloj qartësie nga ana e Selin, që do të thotë Selin e ka i çik më të qartë se ku ka ardhur, pra ka ardhur në Big Brother dhe normalisht unë e kam thënë që në fillim që Selin është lojtare, po themi, egocentrike në kuptimin e asaj, pra nuk ka ardhur për të fituar këtë lojë, nuk ka ardhur për të marrë me gjëra të tjera. Sigurisht gjërat të tjera i pëlqejnë, i përdor në funksion të fitimit të lojës, por ka të qartë thjesht faktin që është në Big Brother dhe ka ardhur për të marrë çmimin e madh. Ndërkohë nga ana tjetër Mateo, unë do doja shumë gjithmonë kam dashur t'ja bëj pyetjen Mateos, kë do më shumë, Big Brotherin apo Brigenën, sepse kam përshtypjen që Mateo akoma nuk e ka ndarë me kokën e vet se për çfarë ka ardhur në atë shtëpi. Në atë shtëpi sigurisht që ai është shumë i interesuar për Brigenën, pa diskutim fare, dhe është normale sepse e do vëlla, kaq. Por mos harrojmë që ka ardhur për të fituar Big Brotherin nëse ka ardhur për një gjë të tillë. Dhe prandaj them që një pyetje e tillë do ta sqaronte akoma më tepër edhe qëndrimin e tij në shtëpi, në kuptimin e asaj që shiko, po të fitoj Brigenën, e ka problem që humbet Big Brotherin? Pra kemi të bëjmë me dy banor, njëri është më i qartë dhe tjetri është më i dyzuar në kuptimin e qëndrimeve apo e qëllimit që kanë. Sepse Selin me ikjen e Gretës dhe me ikjen e Gimbos, pasi ajo ka konsoliduar marrëdhënien me Gimbon, është më e fokusuar tani në qëllimin e saj parsor që është fitoj Bigun. Ndërkohë Mateo është akoma i dyzuar. Kujt t'i japi peshë më shumë, marrëdhënies me Brigenën apo lojës për të fituar çmimin e madh në Big Brother?